Një ditë pas vrasjes së dy fish në Pogradec, vjerja e autorit të ngjarjes tregon se konfliktet mes familjeve janë të hershme. Gjykata e Rrethit kishte lëshuar një urdhër mbrojtjeje për familjen e Gëzim Aliut, por sipas tij policia nuk e ka zbatuar asnjëherë këtë vendim. Aliu rëfen se pas divorcit të vajzës, problemet me dhëndrin Romeo Myrtezaj janë shtuar derisa kulmuan me vrasjen e vëllait të tij që përpiqej ta ndalonte, 25 vjeçarin dhe gjyshit të vajzës, 65 vjeçarit Fatmir Muhaxhirit. Bëra denoncime që mos kem shqetësime, më dhanë edhe një kartë mbrojtëse, si shtëpi komplet, mua, çupës, gruas. Interesohesha në policia, thesh e mirnin, e në mëngjes e lëshonin. Bi 10 herë a 15 herë denoncime kanë bërë në policinë tonë. Gjatë ekzekutimit të gjyshit të ish bashkëshortes, Myrtezaj ka mbetur i plagosur lehtë, duke mos mundur të aratisë derisa ka mbërritur policia në vend ngjarje. Madje Gëzim Aliu, babai i vajzës, thekson se ndërhyrja e bluve ka qenë shumë e vonuar edhe pse janë lajmëruar nga familjarët menjëherë.